Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Virgjëreshës. Uroj të jeni mirë. Do bëjmë një mesazh për ju të dashur. Të përzihem dhe pak letrat dhe t'i hapim ja kështu. Dhe do marrim një letër këtu. 10 të monedhës të dashur Virgjëreshë. 10 të monedhës është përmbushje absolutisht, dhe është familje, dhe është biznes, dhe është punë. Është me një farë mënyrë sikur po e përmbyllni një kapitull me gjëra që keni dashur, apo jeni duke i rënë pikës, ta them unë, shkruajtur fjalin dhe pikë. Këtu mbaron. Këtu jam i arritur, deri këtu jam shumë e kënaqur apo i kënaqur. 10 të monedhës është të papritura, të ardhurash, fitime, progrese në mënyra të ndryshme, por dhe prosperitet në familjen e juaj, begati. Sido që dhe jetë, jeni në rrugën e dur, të dashur Virgjëresh, vazhdoni. Ajo çfarë është duke ardhur apo tashmë ka ardhur për shumë nga ju është 10 të monedhës.